sot si e kaluat, nuk e dini se regjia më ndihmon edhe për të sjellë në momente ndryshme. Edhe ato pame, më intereson ta di pak se si e kaluat sot. Si çdo vit organizohen homazhe, sot gjatë ditës kishte edhe një akademi përkutimore kushtuar viktimave martirëve të luftës në Suarik. Konkretisht edhe familjes Berisha. Gjatë asaj akademie u promovu edhe një libër i cili flet për masakrat kryesisht në komunën e Suarikës, edhe për viktimat e komunës Suarikës. Pas akademisë kishte vazhduan me homazhet, fillimisht te Klapidari, pastaj te lokali i cili është shndruar në muze, lokali ku ka ndodhur edhe ngjarja, edhe pastaj tek vorrezat e familjes tonë. Pra shkuat tek gjithë ato. Cila ishte ndjesia kur i rivizitoni ato vende që sjellin një trishtim në mendjen tonë, edhe mendjen tuaj pas i diskutim në pamjet që i kemi. Ndjesia më e rëndë për neve është zakonisht kur futemi në këtë lokalin ku ka ndodhur ngjarja. Pasi që në momentin që futemi mrena na kthehen komplet kujtimet se si e kemi përjetuar, si kemi qenë aty, edhe çka kemi përjetuar mrena atij lokali. E kuptoj se Zoti është i madh. Edhe për një arsye ka ndodhur që unë edhe pse jam kanë aty, kam pështu, kemi arrit me mbijetu, edhe jemi gjallë për me tregu të vërtetën, për me tregu ato që ka ndodhur në këtë lokal. Në këtë lokal shkoni një herë në vjet, në momentin e përvjetorit, apo ju sillet në kokë shpesh edhe keni mundur të shkoni edhe më shpesh? Unë personalisht ndodh që shkoj edhe më shpesh, zakonisht edhe kur ka ndonjë vizitë të grupeve studentore apo dikujt tjetër që dëshirojnë me vizitu lokalin, atëherë i përcjelli ata dhe shkoj edhe gjatë ditëve tjera. Edhe njerëzit të cilët duan ta dinë se çfarë ka ndodhur dhe ti përpiqesh që të gjesh forcën përkundër dhimbjes, ta tregoj historinë time personale dhe të familjes time. Është histori shumë e rëndë, një histori që e prek në shpirt secilin qytetar, jo vetëm shqiptar të them drejtën, sepse bëhet fjalë për një tragjedi shumë të madhe, që shkon më tutje edhe tek një fat në fatkeqësi, për arsye se mrekullisht ju, nëna, edhe familjarja, shëretja kishit arritur të shpëtonit. Unë kam një pjesë edhe të fotografive, gramos dua t'i shfaq edhe fotografit, 12 janë nga familja juaj, ndërkohë që 49 janë persona në përgjithësi. Sot e kam krem që